Programin që ne si ekipe kemi vendosë ta quajmë Ec dhe Fal. Tash pak po lidhem vetëm 1 minutë e titulli. Ec dhe Fal, dhe me thënë titull, arsye pse kemi titulluar kështu është sepse faktikisht munden kudo që shkojnë mund ta kenë me vete, është zëri i tyre. Kjo aplikacion apo program është bazuar, dhe me thënë, në gjuhën alternative dhe argumentative. Çka nënkuptojmë me këtë, dhe me thënë është stimulus dhe është ndihmë për njerëzit, sidomos për fëmijët, që kanë mungesë komunikimi, ose mungesë të folurit. Dhe me thënë, ky program origjinali është filluar në Amerikë, quhet Pro-Law2Go, dhe është aplikacion edhe në iOS, Android. Qysh edhe atëherë, dhe me thënë, para 10 viteve, unë kam pas fatin të jem në atë grup në Amerikë, kur unë kam përfunduar dhe master në media psychology, që ndërhyn teknologjia dhe media, dhe me thënë, dhe psikologjia dhe çfarë efekti ka tek njerëzit. Dhe me thënë, ndër programet e para kanë qenë këto që është zhvilluar nga një grup i ABA terapisë edhe dhe më thënë behavior therapist, që janë specialistë të sjelljes të njerëzit që ju ndihmojnë njerëzve që kanë probleme të ndryshme, sidomos fëmijëve në spektrin e autizmit. Prej aty mu gjithmonë më ka tërheq vëmendjen sepse kam pas sa efekt pozitiv ka pas tek njerëzit dhe sa u ka lehtësuar jetën, sidomos në këtë rast unë jam marrë më shumë me fëmijë, po e di dhe rasteve të rriturve që ju kanë ndihmu. Do të thënë është i bazuar në ABA terapin, e cila përdoret tek fëmijët me autizëm, dhe zakonisht e dim se ABA terapia është një umbrell që fut shumë gjëra, do me thënë kur ndërhyrjen e hershme tek fëmijët në spektrin e autizmit, ku hyn edhe sjellja, hyn edhe, por komunikimi është çelësi kryesor që ta fëmijët kanë sfidën më të madhe. Do me thënë, kur më është ardhur rasti, sepse unë jam rritë në Amerikë, kur më është ardhur rasti të kthehem me punë këtu, gjithmonë kam pas sakun të filloj këtë gjë, sepse kam pas sa ju lehtësohet jeta fëmijëve dhe të gjithëve që kanë probleme komunikim. Jo vetëm fëmijëve, në fakt sfidë mbetet edhe për prindërit që nuk arrin dot të kuptojnë për fëmijët e tyre se çfarë nevoje kanë. Fiks, unë fillova të fokusohem në atë çfarë funksioni kryen programi, por për lehtësimet është një ekipe të sistemi, sidomos për individin kryesor, do me thënë fëmijën apo të rriturit, por janë edhe njerëzit përreth, siç janë prindërit në këtë rast, sepse sfidën më të madhe tash flasim drejt, dorën zemër si themi, janë prindërit ata, sepse është sa e vështirë është kur nuk e kupton se çfarë kërkon fëmia. Edhe mund të jetë një gjë shumë bazike që i duhet, edhe ti sado që mundohesh si prind t'ia ofrosh, prap nuk e kupton.